Përshëndetje të gjithëve, sot do flasim për ca makina pak më të veçanta, që mund t'i konsiderojmë si investime, që rriten vlerë. Unë personalisht jam mësu duke hum lek me makina, s'kam pas makina që është rrit vlera, pretendoja të celën 600 që mos fillom i u rrit, po këto që do shohim, këto janë me potencialisht më të mundshme për të rrit edhe kanë fillu disa prej këtyne. Se makinat vinë ulen, shkën me i pikë që nuk bje më çmimi, ato të veçantat paktën, se ato tjerat pastaj shkën për scrap, po këto të veçantat ulen deri me i pikë pastaj rriten. Kena pa rastin e M3-shit, e 46-ës, kena M5-ën e 39, di shohim ca i kam edhe këtu që rriten vlerë. Ose këto manualet, Ferrara, Lambo, gjitha kanë shpërthy në vlerë, duke u rrit, di shohim ca tash. Këto janë gjitha në Korea, këto që kam pas se do shohim edhe të tjera, po kjo pjesa parë dhe makina që kam zgjedhur nga Korea. Ne jena mësu nga Korea që gjithë bin Tiguana, Golfa, Passata, A6, nuk ka sjell njëri fort nga këto tjera që do shohim, po edhe këtë ja vle. Ja di shohim tash. Kjo është L7, ai 38 është seria më e bukur, domethënë është gjenerata më e bukur e serisë 7 që është bona herë, pa diskutim fare. Kjo këtu është më e veçanta. Kjo është L7, V12 5.4, 326 kuaj, po shif sa vend ka mrapa. Është 25 cm më madh standarda me tavolinë, me gjitha gjonat, atë pjesën e ndamen mes. Çfarë do lloj gjoje? Kjo ka qenë shumë e veçantë. Edhe këtu në Kore, për shembull, ja ta shohim ta konvertojmë 20 milion won që bë kjo me dollar, $13.600. Kjo nuk shko më lirë se kaq. Një është në gjithë Korenë si kjo, me kratë djathë janë bo 70 copë, në 800 copë tjera në gjithë botën. Kush e di sa mund t'jenë prish për plasë shku për scrap, kjo nuk bje më lirë se kaq. $12.000 që bë kjo, janë të ushit këto standardet, normalet. Edhe jo 750 që po 728 që e 30 që. Kush mund t'a bleje në njën, ja vle. E dyta, kjo është MV një mëja, jo më njësh është mëja e parë që është bona herë, që ka qenë si sportive, e vjetër, 80 duket, seria 1 po më. Kjo në fakt nuk ka motor mëja, ka N54 me 2 turbo, jo twin power, me 2 turbo, N55 është twin power. Po kjo gjithë pjesën mrapa, subframe-in, komplet pjesën mrapa e ka të M3-shit e 92. Edhe kjo është shumë e limitume, edhe shumë e shtrenjtë. Këtu në Angli më e lira është 20.000 pound, në Gjermani është 50.000 euroshi, po të futesh në mobile pikdeje për ta pa. Kurse këtu është 33 milion won, $22.500, si qa diferencë është. Për shembull këtë, në njoni që i ka lekët gati, që s'do me hum lek, e ble këtë, e përdor, e shet me fitim ose s'hum lek fare, e ke sigur të kjo, është kjo. Është edhe me këtë ngjyrën që ka debutu, Valencia Orange, më duket se ka pas. Super makinë. Edhe kjo i ka full. Kjo është manuale, vetëm manuale janë bo këto. Jo se kanë pas shumë opsione, po me ngrojë i ka. Kjo të shofës në Gjermani i ke pa ngrojë pas i gjo. Kjo është super fare. Te për shembull, kush ka lek që nuk i prish punë me argju kaq lek, ja e merr këtë, edhe do gan s'ka shumë as i gjo, kjo regjistro, e përdor e mas shumë kokër leku. Tjetra, kjo është edhe më e bukur, kjo mund tjetë BMW më e bukur që është bo ndonjëherë. Shumë e bukur. Ky çmimi këtu është falso besoj, s'është origjinal, se s'bën kaq lek këto, po e marr si referencë, ndoshta duhet mund gjeni në tjetër, por kjo është BMW Z8. Z8 është makina parë me drita LED mrapa, e të shofë është të mrapa në drita LED, shumë e bukur. Interiorin edhe eksteriorin s'ka lidhi mas i lloj tjetër, nga këto të rejat. Motorin e 39 M, 4.9 V8 me 400 kuaj, manuale, shëqa interiori ka sa e bukur është, komplet është shumë e veçantë, çfarë do lloj aspekti, shumë e rrallë edhe çmimet e këtyne vetëm rriten. Test për e llogarisë këtë çmim në kësaj se ky 100% është falso, po prap kom përshtypjen se më lirë se në Europë ose në Amerikë do jetë. Ka pas bo dhe Alpina si këto automat, po Alpina ka përdor 4.4 si motor me më pak fuqi, edhe me kambi ZF automat. Di se ti ka pas bukur ajo, ngja më e bukur, po kjo është më e mira, kjo Z8 tamam. Shumë e bukur. Kjo radhës është E39 M5, fakt kjo që do t'rregoj është i çik shtrenjtë,
Është pak shtrenjtë, nuk e ble me blekta, po me gjetë ndaj tjetër pak më lirë. Kjo është $32 për ta konvertosh, edhe ka një 216.000 kilometra. E 39-tat janë MP5-at para i 6-jetës, para V10-tës. Kjo është me 400 kuaj, motori që ishte të Z8 është dhe këtu, edhe ka me 6 marshë manual. Super mirë janë edhe këto, shumë mira. Po ja, shisa janë rritë në shpim. Bo më shtrenjtë kjo se MP5-a V10 edhe MP5-a i 6-jetë, edhe se ajo që ka dalë para dhe se ajo që ka dalë mrapa. Fakti që është manuale normal ka ndiku, po në fakt manuale merë të dyja, edhe F10 edhe i 6-jetë në Amerikë janë ca manuale, po kjo ka më të mirë kamjen. Edhe kështu, po të gjesh naj të mirë të majtë me javle, madje edhe 520-qet, edhe ato po të gjesh naj të mirë nuk do binë në vlerë, edhe ato javlenë. E radhës është MP5-a e 6-jeta me motorin V10, motor i derivum nga Formula 1 S85-a, është super motor, motora që nuk vinë mo në histori. Këto lloj motora nuk vinë kur. Kjo është 20 milion won, $13.600. Aq sa mund të bleshi A6 trash nafta sa A7, po me këte ke pjesë të historisë motorsportit. Në motori kësaj bo më shumë, po ta blesh si motor, bo më shumë se ç'bo, se $13.000, po ta blesh të majtë të mirë. Janë problematik, normal, duhen shumë mirë mbajtje, duhen lek, edhe kamhin e kanë pak problematike, po është pjesë e historisë, motor V10, 5 mish me 507 kuaj. Llogarit që ka ditë me bo BMW-ja qatë here, që si mund ta shash BMW-n, motor me aspirim 507 kuaj, më shumë se 100 kuaj për litër. Qatë here. E55 që jam më gëj që ka rivalizu këte, me 5.4 supercharge, me gjithë kompresor, ka bo më pak fuqi, 476 kuaj, kurse kjo 507. Dhe më thonë, është dash me shku 6.2 benzi për ta barazu me fuqi, me shtu 1.2 litra më shumë. Po, kjo që kam zjadh, kishtë edhe një më thirë atje, kjo është blu, shumë e bukur, kishte pas për plasë, se ty ne duhet edhe me lexu këtë, se për këthe i shpjegojnë të karant, edhe kur i kanë falë, sot i thonë kilometrat, duhet me i lexu, se të i shpjegojnë, kjo kishte pas historik aksidentësh për para, tapiceri se mund boni për shtypje, që që tapiceri e kishte blu, thash si ka mundësi, s'kam pa në herë djetë individuale, po ja kishte bo vetaj, po duket si me qenë fabrike me thonë drejtën, shumë e pastër, të shumë me qef kisha preferu versionin LCI facelift, po nuk është se ka ndrru më shumë facelift edhe ca gjona në interior edhe dritat, jo në i gjotë mode, po me atë me qef kisha morë, po $13.000 ca $, $12.000 sa i bje, qa makine mund të morës. Edhe to kanë fillu më rritë në vlerë që tashi. Manualet janë rritën dhe më shumë, po është zorë me gjetë, vetëm Amerika ka pas manuale, së është ofru në si vend tjetër. Po, qa do dhe ta morë është pjesë historisë janë këto, nuk përsëritën më këto makina. Dhe më pesa e re tash është hibride, peshot 2 tonë gjys, si më punë kujt. Edhe pse është më e shpejtë, se s'ka lidhje. Kjo është V10. Sa makina ka V10? Kjo Dodge Viper, Lexus LFA-ja, Porsche Carrera GT-ja. Okej, kena i Dodge Ram kot, po ato V10 është. E njëta gjë, mund të thuhet të njëjtat benefite, i ka edhe më gjashta e kohës, edhe atë e kanë vu këtu, s'po zgjatëm shumë për motorin se isoj e kanë identik. Kjo është kupe, këto kanë qenë pak neglizhume, njerëz që janë fokusu më shumë të MP5-a, po iso janë, mos qofë më sportive më gjashta, i mos qofë pak më sportive është pak më e lehtë, shumë e bukur janë dhe këto. Kabrës i kam qef fort, kanë si të shumë tutat pjesën mrapa kër janë kabrë, po kupe janë shumë bukur. Ylloj, edhe kjo, diku $15.000 është, shumë e lirë edhe kjo. Tashit të shojmë dhe i gjotë tjetër përveç BMW-s, e radhës është Lamborghini Gallardo LP 550 Viz 2 me diferencial mrapa, jo Viz 4 që është 4x4. Kjo po $27.000 edhe është e 2013-ës. Dhe me thonë, Lamborghini nuk është versioni i parë i Gallardos, ai që është pak më i shëmtut, kjo është ai i bukuri, edhe është me 5.2 me 550 kuaj me diferencial mrapa. Shumë i bukur, kjo duket që është ngrejt tu, po këto kanë atë nose lift, që ngrijet me, mos me kap këto, besoj atë dhe i këtë vuajt, besoj tjetë prish, shumë i veçantë, shumë i bukur,
Kamion e kanë e-gear, si Retronic i Audit e këto single clutch, po nuk është shumë problematik. Tash manual këto janë zërë për t'i gjetë shumë edhe nuk i kap dot në çmim. Morësh Lambo 5.2 V10, LP 550 me $47.000, $47.000 çfarë blen njerëz makina elektrike të reja për shembull, me $47.000 që për 5 vjet s'bën më ato se bën bateritë për të ndruar dhe i hedhin. Këtë s'ka për ta hedh kurrë. Kur se atë, edhe kjo s'ka për të shku më lirë se kaq asnjëherë. Çfarë do që të ndodhe, nuk ka për të shku Lambo më lirë se kaq. Okej, kjo ka ngjashmëri me R8-ën, nuk është 100% Lambo, po tamam është 5.2 V10. Nuk është si Urusi, kjo është pak më ndryshe. Super investim dhe jetë edhe me blekse. Qose e blena njoni, më thoni të bëjnë review. Tashi, s'kema pa Benza, edhe normal gjithë kemi qef Benzat. Do shofim ca nga dy të veçanta. Kjo është Maybach 62 Zeppelin i 2010-ës. Edhe kjo bo fix sa i Lamboja, $47.000, po ta konvertosh. Kjo e re, në 2010-ën, ka bo nja $550.000 ose $600.000. Kjo është versioni Zeppelin, që është i limitum, duhet një 100 cop, i 62-shit. 62 ka qenë versioni i gjatë, ka pas 57-ën, 5.7 metra, edhe 62-shin 6.2 metra të gjatë. Këto kanë pas e versionit S, pak më sportive, me motor AMG e 6 mish, kurse të thjeshtat, 62-shin 57-shin ka pas 5.5, si që ka CL ime, po pak më shumë fuqi. Kurse 62 Zeppelini e ka pas 6000-shin biturbo, si ta AMG-s, me 620 kW fuqi në këtë rast, pak më shumë, edhe me 1 Nm/m tork. Tashi kjo është gjohë e veçantë, më i kësaj ka ra vlera, s'ka ku i shko më shumë. Kësaj besoj shërbimet që t'i bosh me abo të Benzi, me shku me i bosh shërbimet i shko $20.000 shërbimi, a kupto? Ose me i shit për pjesë, fito shumë më shumë lek. Ka një gjohë këto pronarët që kanë to Maybach vjetra, kanë pas i shpreje që për para, që se do me blej një, më mirë blej edhe i tjetër rezervë. Më blej 2 nga këto, për dorme. Se të shko më lirë, po të blejsh 2, se sa të rishtu i gjetë pjesët që i ga shumë të shtrenjta. Shëve që është mrapa, është sa e ka derën, është çmenduri, me çfarë lloj opsioni, këtë pjesën lartë xhamit tu e ka kështu me buton, e ndroj e bot transparent ose e bot blokum, që atëhere. E vend sa dush, 131.000 km ka kjo, shumë e veçanë. Kjo është Maybach, jo këto të reja që janë njësoj fare. Okej, edhe kjo ka pas pjesë Benzi, po prapë më veçanë që këto se klasa të ri është. Për shumë, Benzin nuk e bot dot Benzin e thjesht kohës saj me këty si kjo veç të i vu stopa e stema. Kurse këto të rritë shkojnë ndro para kolb mrapa kolb, i vej stema të janë gjithë një ana që në e bo. Shumë e veçantë edhe kjo, për luks. Kjo ka dalë për të konkurru Rolls-Royce-in atëherë, Phantomin. Po, Rolls-Royce i prapë më lartë edhe dështoj. Të funit tash për këtë video, se mos zgjatëm shumë se do bëjmë edhe tjera, që ose do pëlqejnë të lloj, është SLS-ja. SLS-ja është makina parë dizenjuar komplet nga AMG-ja. Ky versioni Gullwing që hapën dyrë të lartë, ky është ai që duhet me ble për të rritur në vlerë. Ato kanë pasur version Cabrio, edhe kur kanë dalë në fillim, Cabrio ka qenë më i shtrenjtë se Gullwingu, që kupeja që hapën dyrë të lartë. Po tash që janë bërë përdorme, ky që hapën dyrë të lartë është më i shtrenjtë, se ky është i ngjashëm me 300-shën SL të vjetrën përpara. Edhe koleksionuesit kanë filluar të morë. Ky nuk ka qenë fort i limituar, zi sa mi ka si do ka goxha shumë. Po është makinë që edhe kjo s'do bëhet më. Kjo këtu për shembull është $104.000. Është shumë lirë. Në Europë më lira, në Gjermani kanë pas pa një me 200.000 kilometra, në 140.000 Kjo është me 80.000 kilometra. Jo se janë pak, po kanë qenë ca tjera edhe më të mira, po që janë shit. Vetëm kjo pas angel, tu në Kore. Shumë e mirë. Ky ja ka ndru timonin, një është me pas dvejtjen original, se këto koleksionuesat nuk i kanë qef të modifikimet që koti që u bën njerëz dvejt, kanë qef fabrike, po kjo qika shumë e bukur, bardhë me interior të kuq.
Edhe ky është investim. Shqipëria është më duket një e bardhë, s'kam pa tjerë përveç asaj, shumë makine veçantë, shumë e veçantë, shumë e bukur. Edhe kjo është ndër më të bukura që është bona herë, shumë atë kofanën e gjatë, 6.2 me aspirim, super zhurmë, gjitha e ka kjo. Nuk është më e mira për kthesa, po prap është super e veçantë. S'ka, sa makina ke që i hapen dyrët kështu lartë. Vetëm Gumpert Apollo, që se njeh njeri, vetëm ajo. Tashi, për sot, vetëm këto po bëj, ka pas, në fakt, se si gjetë, a futa për të pa, ka qenë këtu në Korej një Murcielago, Lamborghini Murcielago manuale, jo LP620, po ajo para, ajo facelifti, me 6.2 V12, edhe ajo, po të gjesh në shuja bledh, kanë të shku nga $1 milion ato, po tu ka qenë qenë të sajo, po e pasën blesë, si fal njeri këto. Thoni dy në komente që modelesh me ndoni se do rritën vlerë, më thoni që ka pëlqy nga këto që pam, që dhe avlenta që dhe kështë bledhe vetë, edhe shifemi në video në radhës, dielën, që të bëj review Benzin më të mirë që është produ në mirëpafshim, gjithë mija.